Tregu i fundvitit Verë Ndihmën është një nga festivalet më të pëlqyera që organizohet në kryeqytet në prag të festave të fundvitit. Prishtina pritet edhe si vjet të jetë festive me ngjyra, muzikë e atmosferë të mirë, që këtë herë po fillon më herët se zakonisht. Me festën e flamurit, niset dhe festivali Verë Ndihmën e qytetarëve nga organizatorët u premtohet një fundvit shumë ndryshe e më festiv, që do të mbetet gjatë në kujtesë. Ky është viti i dytë me radhë që ndërmarrja publike Sport Marketing, bashkë me operatorin privat, organizojnë festivalin Verë Ndihmën në Prishtinë. Risia si vjetme mbetet Wonderland Prishtina, një hapësirë dedikuar për të vegjëlit dhe familjarët, me shumë lojra e gjallëri. 80 biznese pritën të pozicionohen në 3 sheshet e Prishtinës, për të ofruar qytetarëve shërbimin më të mirë përderisa shijojnë atmosferën festive. Këtë vit, përpos festës së Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, edhe pavarësia e Shqipërisë do të manifestohet në Verë Ndihmën. Sipas kryeshefit ekzekutiv të Sport Marketing, Bardh Krasniqi, komuna përkujdeset për ofrimin e hapësirës, pastërtisë dhe sigurisë në festival, ndërsa pjesa tjetër organizative i takon operatorit privat. Në vitin e kaluar kemi ndryshuar modelin, sepse gjithmonë e kemi pas një problematike me mirë planifikim, me ndarjet buxhetit, edhe dim që kemi pas organizime jo edhe as mirëfillta. Prej menaxhimit pastërtisë të sheshëve, menaxhimit strukturimit biznese, përzgjedhjes tyre, programit artistik, brenda normave që duhet me qenë edhe etikës që duhet me qenë në qytet. Kështu që e kemi ndryshuar modelin, prej që është bardhë si kompetencë e sport marketingut, e kemi bërë në bashkëmenaxhim me operator privat. Për arsye që nuk kemi mujtë me ja dalë në buxhet të komunës me pas një organizim të mirëfillt qysh duhet me qenë ose qysh është në shumë vende të botës. Kështu që komuna e Prishtinës faktikisht nuk ka asnjë implikim financiar në organizim, përveç sigurimit të hapësirës publike, menaxhimit të sigurisë, ku faktikisht e ka në kompetencë, ndërsa pjesën e investimit e bën operatori privat. Ai tregon se tash e 2 vjet, përpos që qytetarët kanë më shumë hapësirë për të gjetur veten në festival, edhe hapësira e bizneseve është më e madhe për promovimin e produkteve të tyre. Në të kaluar ka qenë numër i limituar i ofrimit të hapësirës spari për biznese. Kanë marrë pjesë dikon 30 deri në 40 biznese, po aty ka pas aplikues mos tëm veç dikon 600-700 aplikues. Kështu që gjithmonë problematika u kon e madhe më jep hapësinë bizneset me tregu, me promovu brendin e produktet e veta, edhe për me qenë atmosfera nivel. Tash na e kemi rrit, e kemi da në zona, një zonë ku familja mund me gjithë vetëm që është Zahir Pajaziti, me muzikë matull, me aktivitete, patinazh, pjesë të aktivitete tjera për cilët që është cirko, tash edhe bizneset e kanë hapësirën pak më të madhe. Ka është numër më i madh i biznesit që marrin pjesë, e kemi kategorizuar çmimin, edhe po besoj që ja ka vlet për shkak që edhe si vjet, edhe vitin e kaluar kemi një numër të madh të aplikime për te i përmasat që na mujmë me i akomodu. Mirë më prapë kemi kriju një cikli ekonomik, edhe për japim shpirt biznesit, për japim hapësirë, edhe në njëjtën kohë për bojmë një organizim qysh duhet me pas. Vitin e kaluar, sipas organizatorëve, ishte vendosur rekord i ri vizitorësh, ngjashëm pritet edhe si vjet, madje edhe të tejkalohen shifrat e pritura. Po këtu edhe ndodhe kompetenca jonë, nuk muj me rregullu çmimin e shitjes së biznesit, sepse ajo është institucion të biznesit. Edhe gjithsesi që ka pas ankesa në çmime, ne mundohemi përmes mekanizma brenda ndërmarrjes që i kemi për me i kontrollu një varforme që mos me destabilizu tregun e me ofru qytetarëve çmime të vëlefshme, sepse çdo treg në botë faktikisht e ka për qëllim me punu edhe me ofru produkte më të lira, më akomoduese që me qenë atmosfera e mirë. Mirë, po kjo është në distrikcion biznesi. Nuk mundemi me ju përzi në çmimore. E kemi në rregullore që me qenë transparent, s'po ku me tregu çmimin jashtë, që qytetari me pas çmimin, jo me keq informu, këtë mundemi me bërë, sa i përket çmimeve të shitjes produkt. Po vitin e kaluar ka qenë nështë një kthim drastik prej viteve të mëhershme. Jo që ka qenë keq, po me atë kapacitet, me atë model të
punës që është bo, ka qenë një organizim pak më i vogël. Kurse vitin e kaluar kemi thyer rekord edhe për vizitorëve, kemi thyer rekord edhe në vlerësimin e biznesit ndaj impaktit që ka pas organizimi i tregut. Shifrat i kanë kalu mbi 1.4 milion vizitorë, edhe të Kosovës, diasporës, po edhe prej rajonit. Si vjet, këtë vit e kemi e kemi tërhek pak ma herët fillimin, faktikisht për me festu edhe 21 nëntorin, për me ofru edhe qytetarëve pak një farë, edhe me qenë një koncert aty që starton, edhe me startu shtëpizat pak ma herët, mua komandu që me qenë ma të gatshëm gjatë festave, ka me zgjatë 38 dit, deri me 3 janar, me 3 janar vish përfundon gjithë shka, përfundojnë festat, këthejmë normalitet. Një festival i ngjashëm është mbajtur edhe gjatë muajve të verës. E tani në sezonin e ftohtë, pritet të sjellë atmosferë të ngrohtë tek vizitorët që do të jenë të pranishëm. Çdo natë do të ketë muzikë dhe artistë që do të performojnë, kryesisht vendës.